Unë jam I mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozitë që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Ata mendojnë se duke bllokuar zgjedhjen e presidentit do ta bllokojnë vullnetin popullor. Por jeta nuk bllokohet me procedura dhe vullneti I popullit është I gjallë. Vullneti I popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzoj dikush, është forcë e historisë që na shpije pandalshëm përpara. Të nderuar pjesëmarrës të Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri flet për qiriun që tretet vetë për të bërë dritë. Pra për të bërë atë dritë e cila na mundson të shohim e të njohim njëri tjetrin, cili vërtet e do vendin dhe popullin ton, e cili do thjesht pasuri e fitim për veten e vet. Drita është ajo që na bën natën ditë, dhe drita jon, drita e vetëvendosjes, buron nga e vërteta e thjesht se ne nuk I takojmë pushtetit, por pushteti I takon popullit. Shpesh na akuzojnë se jemi teorik, por shifrat e shtetit janë poezia më kokëfort e realitetit ton. Ja një shifre këtill. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur millin pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjedh. Sot ne kemi një ekonomi që prodhon vlerë. Nga 7 miliardë euro sa ishte bruto produkti vendor kur ne morëm detyrën, po e prekum 12 miliardëshin tani. Kjo nuk është rritje në letër, është rritje në tavolinat e bukës, është rritje e mirëqenjes dhe mundësive, është rritje e investimeve dhe e fitimeve. Edhe para nesh dikush fliste për rritje, pra është rritje e vogël e për pak njerëz. Ne e bëm rritje për të gjithë, mesatarisht 6% bruto produktit vendor çdo vit, e si vjet gjithashtu do ta kemi rreth 4% sikurse në vitin e kaluar. Shifrat tona janë pra fytyra e dinjitetit të ri të Kosovës për Kosovën. E kemi rritur edhe buxhetin e Republikës për 2/3, nga 2.4 miliard sa e gjetëm, si vjet është 4 miliard euro. Ata që dikur vëllnin në gjithë shka, nga asfalti drejt e shkollat, sot çuditën se si mund bëhet punë pa vjedhur. Sekreti është I thjesht e madje edhe publik, mjafton të punosh për zemrën e jo për xhepin, të planifikosh me tru e jo me bark. Kemi rritur pagën minimale nga 130 përkatësisht 170 euro sa pa të gjetur, në 425 euro sa është aktualisht dhe 500 euro siç do të bëhet prej një korrikut si vjet. Paga minimale 500 euro e patatueshme. Kush e do popullin, ja rrit të ardhurat atij, kush do pushtetin për vete, ja vjedh ato. Dhe jo vetëm që paga minimale do të jetë 500 euro e patatueshme për punëtorët, por edhe për bizneset, sidomos ato të vogla që duan të rriten. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme për shkak se 6.000 euro të para do të jenë të patatueshme. Kemi punësuar mbi 80.000 qytetarë të rinj këto 5 vitet e fundit, punësimin e kemi ngritur nga 350.000 sa ishte në 430.000 qytetarë të punësuar. Papunësia ka rënë nga mbi 25% në më pak se 11%. Pra para 5 vjetëve, edhe më shpesh se çdo I katërti ishte I papunë,
e tash që po flasim edhe më rrallë se çdo i nënti është i papunë. Para 5 vjetëve vështirë ke mundur të gjesh në familje pa dikët papunësuar, ndërka që tash nuk mjaftojnë as 2 familje që ta gjesh dikët papunë. Përmes programit Superpuna, mbi 23.000 të rinj e treja gjetën vendin e punës me pagën minimalit garantuar për 6 muaj nga shteti. Kemi dyfishuar eksportet dhe investimet e huaja direkte, investitorët pra vinë aty ku ka shpresë dhe Kosova është vend i shpresës e i fitimit. Në gazetat amerikane e evropiane këto javët e fundit po shkruhet për sukses të Kosovës në punësimin e rinor, sidomos për sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. E pra, atje ku më parë shihej dyshim, ne mbollëm besim dhe po korrim zhvillim. Për herë të parë në historinë e Kosovës kemi ofruar shtesa universale për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 80.000 nëna lehona. Së fundmi shtesat për fëmijë edhe u rritën dhe nuk u morëm para taksave për t'u dhënë pushtetarëve siç është bërë në kaluarën, por u shpërndam ato fëmijëve e nënave e gjithë popullit të Kosovës, sepse këta fëmijë janë e ardhmja ashtu sikurse edhe familjet e tyre që janë e sotmja e ekonomisë dhe zhvillimit tonë. Pensionet i rritën për të gjitha kategoritë pa dallim dhe për 4 vjet 6 pensionet 13 janë marrë nga të moshuarit e dashur tonë. Paga në sektorin publik i rritën 3 herë brenda mandatit, arsimin e bëm falas në gjitha nivelet bachelor e master, sepse mendja e ndritur e rinjëson është pasuria më e madhe e Republikës. Investimi në dije është investimi më strategjik dhe ne këtë e bëm pa kursim. Në shëndetësi, buxhetin e barnave esenciale e gjetëm 24 milion euro, e trefishuam e tani e kemi mbi 100 milion euro. Nga klinika pas klinike, kaluam te spital pas spitali në renovim, diku edhe rindërtim, por gjithsesi gjithandej modernizim. Do të ndërtojmë poliklinika specialistike në Drenas, Sharr, Viti, Raovec e Leposavic dhe ajo që e kemi ndërtuar në Podujev është shembulli se si do të duket edhe në këto komunat që e përmenda poliklinika e re në shërbim të qytetarëve. E po ashtu edhe poliklinika të tjera stomatologjike onën bon vendit, sepse shëndeti nuk është privilegj, por e drejtë themelore dhe ne po e kthejmë atë në realitet të përditshëm të përvojës së jetesës qytetarëve tonë. Në bujqësi, 120.000 fermer kanë marrë mbi 300 milion euro grante dhe subvencione dhe sipërfaqja e punueshme e tokës është rritur për 50%. Rreth 80.000 hektarë që kanë qenë të punuara më herët, tash janë rreth 120.000 hektarë. Fermeri ynë tani e sheh tokën jo si barë, por si mundësi. E kemi subvencionuar aksizën e naftës dhe po krijojmë skemën e sigurimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore, sepse fshati i fortë është themeli i shtetit dhe përparimi i kombit. Sepse kemi besuar në një parim të panjohur për opozitën në Kosovë. Pasuria rrjedh nga mosvjedhja, pra që të pasurohet shteti duhet të mos vidhet qytetari dhe pikërisht këtë gjë e kemi bërë ne me kaq shumë sukses e do të vazhdojmë edhe për shumë vite në vijim. Në siguri, Kosova nuk është më e pambrojtur sikurse dikur, buxhetin e ushtrisë e trefishuam, blerjet për armatim e municion u 100 fishuan. Kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, me 2271 regrut të rinj për forcën e sigurisë Kosovës, kemi ngritur moshën e regrutimit nga 23 deri në 25 vjeç dhe kemi hequr tavonin prej 5.000 pjesëtarësh. Në mandatin e ardhshëm do të ndajmë mbi 1 miliard euro për forcën e sigurisë së Kosovës. Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadat të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë
qysh po bëjnë postime nga Kraleva e Serbisë, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior i mbron, i strehon dhe i financon këta terrorist, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, krye kriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh.